komunitetin e Bashkisë Fusharësit është i padëshirueshëm, mas zotit Mazligut që thotë shkrehet Fusharësi. Në atë kohë kur është mbrojtur kjo zonë, nuk ka pas shtet. As nuk ka pas shtet një partije apo si partije tjetër dhe s'ka pas për hir të vërtetës as partijës. Djemnia e kësaj bashkie, qytetarët e kësaj bashkie, burrat e gratë e kësaj bashkie, sot më shumë se kur janë provokuar. Dhe unë i baj thirrje çdo deputetit parlamentit shqiptar që mos të marrin në përkam dinjitetin e Bashkisë Fusharësit. Bashkia Fusharësit nuk do të shkrehet. Dhe për mos shkrenjën e Bashkisë Fusharësit do ta mbrojmë me çdo çmim. Nuk është bën asnjë gjestë publike në Bashkinë e Fusharësit. Nuk është pyet asnjë qytetar i Fusharësit. Nuk mund bëjë gjithçka çfarë dojë shteti me ne, s'do të mund bëjë kurrë me Bashkinë e Fusharësit. Nuk do ta lejojmë. Diskutohet vetëm ndarje territoriale, fshirje e bashkish, shtim territorësh një bashkie, heqje një tjetre, a thu se ky është halli më i madh që ka Shqipëria sot. Nëse duan të diskutojnë për autonomi vendore, për pushtet lokal, duhet merren me kompetencat që ka pushteti lokal. Jepu më shumë kompetenca kryetarëve të bashkive. Kanë heq gjykatat, prokurorit, ndërmarrjet e usjellësit, Agjencia Shtetërore të Kadastrës, gjitha i kanë përqendruar në qendra qarqesh. Qytetarët lëvizin nga Fusharësi, shkojnë në Shkodër, mirëditarët lëvizin nga Mirdita, shkojnë në Lezhë për shërbime, për dokumentacion. Tani po diskutojnë shkrirje bashkish që prapë për ato duhet shkojmë ose në Buk, ose në vende tjera. Do t'jetë një draft i cili nuk ka nevojë me studiu më gjatë, por që do hidhet poshtë unanimisht nga këshilltarët e Bashkisë Buk, nga Bashkia Buk dhe nga ato aktorë që japin vlera që çdo draft, çdo ligj do i shërbejë qytetarit. Në rastin aktual, ky lloj drafti shkel dignitetin e çdo qytetari, çdo banori të rrethit Buks, Bashkisë Fusharës dhe kujda. S'ka parti, ka dignitet, ka dhe dashuri, ka vendlindje. Prandaj, duhet ju dëgjoj që përtisni me zot lartë, poshtë qeveria korruptuar, poshtë qeveria korruptuar, poshtë qeveria korruptuar, poshtë qeveria korruptuar bashkë me Edi Ramën. Jep dorëheqjen e Edi Rama. Rama jep dorëheqjen. Rama jep dorëheqjen. Rama jep dorëheqjen. Kjo nuk është reforma administrative. Kjo është reformë elektorale politike ku në interesat banorëve të Fusharësit. Edhe ekonomike, po ku në interesat banorëve të Fusharësit. Ju kërkojnë ndjes nëse ju kam kërku votën për Edi Ramën. Por kë nuk e ka meritu, e nuk e meriton. Nuk e meriton votën e këtij populli. Nuk e ka meritu asnjëherë, se nëse ka një teatar i Shqipërisë është Edi Rama. Nuk jam unë s'ju kam teatu, ja ku jam. Isha drejtori i përgjithshëm. Po kur këta kërkojnë që unë firmos dhe shkojnë burg për ata, kam thonë ndërheqin. Nuk jam për tjell, nuk jam i korruptuar. Nuk jam me interesat e këtyre që duan me shit Shqipërinë, duan me coptu Shqipërinë. Unë jam për punë të ndershme, për meritokraci, për drejtësi, për lirinë e çdo njeriu të mbrojë pronën e vet. Sot nuk kërkojmë privilegje. Kërkojmë respekt. Respekt për historinë e Fusharësit. Respekt për njerëzit që punojnë dhe jetojnë këtu. Respekt për të drejtën tonë për të dëgjuar. Ne nuk jemi kundër ndryshimit, por çdo ndryshim duhet të jetë i drejtë, i argumentuar dhe në interes të qytetarëve. Le ta tregojmë sot se forca jonë qëndron të qytetaria, të uniteti dhe të digniteti. Mund të ndryshosh kufin në një hartë, por
por nuk mund të shkullësh një vend nga kujtesa e bijve të tij. Fusharzi nuk është një pikë që mund të fshihet me një vi në letër. Është histori, është mund, është sakrificë, është jetë njerëzish. Nuk i duhet në ne si popull, po i duhet me deleguaj paketën e maleve e me pru njerëz me shfrytzu këtë vend. Me në resitna, si e në pjellë se në fillës. Unë nga Berisha baj 3 orë për dalë në i balën një njësin i balës. Dhe nga i balë e Fusharësit baj dhe 1 orë. Ta një Severia me një draft do me në largua edhe rreth 1 orë me në shujnë pukë. Falemderë Severisi kje po një aktil me në diskritua, me në falimentua. Aspi deputet, i djatë të bëjmaj, mos qkele këtu në që se kre kartonin